pronësi pra të gazit lëciats. Pra s'është sulm ndaj kuvendit. Mbajtje në pronësi nuk është gjuajtje. Nuk është gjuajtje mbajtje në pronësi, nuk është përdorimi i gazit lëciats. Pyetja është a keni gjuajtur? A jeni gjyqtare? Jam A jeni prokurore? Pra ju lutem që para se më bëni pyetje të tilla, të merrni informacionet e duhura dhe pastaj mi adresoni pyetjet. A ka të tjera që lidhen me kuvendin? Të policisë dhe ajmë të rrezikum si juaj unë nga veprimet. Për çështje të tilla ju lutem kontaktoni me ministrin Sveçla. A keni pyetje që lidhen me kuvendin e Kosovës? Po, cilat janë veprimet që keni bë për me pas një ndryshim në tentimin e 37? Atëherë, siç e pat, edhe një seancë e radhës ku deputetët e opozitës as sot nuk votuan as për, as kundër dhe as abstenim. Pra është rrethana e njëjtë, është situatë e njëjtë, veprimet njëjta të papërgjegjshme të deputetëve të opozitës. Ne kemi qenë të gatshëm në vazhdimsi që t'japim kontributin ton që kjo situatë të përmbyllet pra me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Por në anën tjetër ka munguar vullneti i deputetëve të opozitës për dënë kontributin e tyre në këtë drejtim. Ritheksojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që t'jemi të gjithë bashkë, që t'jemi të gjithë të unifikuar, që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. E kemi obligim, e kemi përgjegjësi para qytetarëve të Republikës Kosovës që t'japim kontributin tonë në këtë drejtim. Po ashtu urojmë që gjatë kësaj jave të dalë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese në raport me kërkesën që kanë dërguar AK-ja dhe disa deputetë të LDK-s dhe një nga PDK-ja. Ne nuk mund të paragjykojmë se si do t'jetë vendimi i gjykatës, por sidoqoftë është e rëndësishme që ai të dalë sa më shpejt. Zonja Axheu, për 40 orët e fundit nga shtuna keni bërë përpjekje mund taku me gjetë zgjidhje me partitë opozitare, ose qoftë edhe përmes takimeve, qoftë edhe përmes telefonatave. A ka hapa konkret nga lëvizja vendosur? Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes, i ka ftuar të dyja partitë politike, edhe PDK-n, edhe LDK-n, për të diskutuar situatën aktuale. Natyrisht, me LDK-n ka qenë situata tjetër, ku ne i kemi ftuar për marrëveshje politike, por në anën tjetër ka pasur përgjigje refuzuese. Pra, gjithçka që ka është varë nga ne, në raport me procedurat e Kuvendit të Republikës Kosovës, por po ashtu edhe me ftesat për takime ne kemi adresuar, por në anën tjetër ka munguar vullneti politik. Ju e dini që ka pasur edhe një përpjekje të presidentës Osmani, ne kemi thënë që nëse ftohemi sërish, ne do të vazhdojmë të shkojmë sërish. Pra, takimet që do të mbahen ne do të jemi prezent, por nuk po varet vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Pra, kontributi i vetëvendosjes për momentin po është i pamjaftueshëm në kuptim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, por që ne i kemi bërë të gjitha veprimet që i kemi si me thënë, obligime kushtetuese dhe me legislacionin tjetër. A mujt me shku 100 se unë të kështu? I kina bujt 30, 40, a mujt me kalu 100 që nëse nuk... Nuk do duhej që të vinte puna deri aty. Ne duhet sa më parë ta konstituojmë Kuvendin e Republikës Kosovës me qëllim që pastaj të vazhdojmë me procedurat për zgjedhjen e qeverisë duke votuar. Pra, zgjidhja është duke votuar. Vota për nuk është vot bllokuese. A ka zgjidhje tjetër? Nuk po votojmë. Unë mendoj që secili prej deputetëve duhet të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet që i merr. Pra, gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 e ka bërë të qartë. Deputetët e Kuvendit të gjithë duhet jenë pranishëm, po flas për seancat konstituive, sepse i referohet seancave konstituive, pra dhe të votojnë për, kundër dhe abstenim. Pra gjykata kushtetuese ju ka thënë deputetëve se cili do duhet të ishte roli i tyre brenda Kuvendit, në mënyrë që të jemi në linjë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por ata po vazhdojnë duke shkelur Kushtetutën dhe me veprime të papërgjegjshme politike. Por urojmë që kjo situatë të ndryshojë, pra jo që ta mbrimit e të kalojmë seancën e 100, por që sa më parë ta konstituojmë Kuvendin. Zonja Axheu, a prit një reflektim nga partitë opozitare, nga deputetët e partive opozitare? Unë besoj që është e rëndësishme që secili të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet. Qytetarët e Republikës së Kosovës duan që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, pastaj të vazhdojmë me procedura tjera për formimin e qeverisë. Ju e dini që atje pastaj mandatari, kryeministri Kurti ka 15 ditë në dispozicion për ta bërë qeverinë. Pra letë ndihmojnë duke kontribuar pra në konstituimin e Kuvendit dhe pastaj sfida apo bara e përgjithësisë i bie mandatarit, i bie vetëvendosjes. Faleminderit shumë.